Situata e agravuar mes Ilirit dhe Eugenit në BBV. Angelo debaton me banorin, të shpëtuam do kishe dal me zarf të zi. Iliri, të tallesh me një burr 55 vjeç, turp të qoftë. Angelo, nuk ma merrte mendja se mund të agravonte deri në këtë pikë. Eugene, unë e nisa për shaka, nuk e dija që do merrte këto për masa. Unë i kërkova falje, shpresoj të më ketë falur. I vetmi peng është se unë e prisja një më fal më mbrapsht nga Iliri për reagimin. Unë ja sqarova, ndoshta mund të më thoshte edhe ai më fal për reagimin. Iliri, nuk kam asnjë koment, ajo ishte poshtëruese për mua. Kjo lojë bëhet në korç dhe e di shumë mirë. Thash se ka pyetur njeri për ndonjë pikë të dobët të Ilirit. Do të falur nga mua? Nuk ma kërkove? Eugene, unë thash se ndoshta e ke ndjer, nëse se ke ndjer është ok. Iliri, të falur publikut deri në gjunja Angelo, mendoj që Iliri duhet t'i kërkoj falje jo vetëm Eugenit, por të gjithë atyre që ishin këtu, që e përjetuan keq. Duhet të më thot mua faleminderit që të shpëtuam se do kishe dal me zarf të zi. Dhe ikësh nëse s'të mbajmë ne. Iliri, ti më mban mua? Angelo, po. Se no, Angelo të mundohet të mbaje veten, po mundohen të viktimizohen të gjithë. Ajo është një tallje, një ironi shumë e ullë.